barba non fekit filozofum, që do të thotë mjekra nuk të bën filozof. Zotriu që nga doktori historisë. Une nuk e di ku drejshim pas ka doktoru. Që ta shtojone? Po e shë që nga turkofil. Ky që nga sikur disa vushtërijas, që se ma përkutoj zotriu që tha Sheherli. E unë jam mjaft Sheherli i vjetër, Drericak i vjetër, po turqishtën nuk e kemi fol kur. Kështu. Një disa familje që për para ka qenë të regjistruar turq. Po tash, interesat e tyne, prap, po mendoj në një kohë u shkruan shqiptar. Prap tash, janë shkruar turqi. Kjo është një tragedi e madhe. Do ta pyes zotriun, a ka lexue dikush pare e pyeti a ka lexuar Marin Barletin? Unë do ta pyes a ka lexuar librin e Franz Babingerit, një studiues gjerman, që kishte punuar 25 vjet për ta shkruar librin mbi Sultan Mehmetin e dytë pushtuesin. Nëse nuk e ka lexuar, le të lexon. Aty është një period mbi Skënderbeun. Edhe zotriu mos na qet kodër mas bregu, a ka qenë grek, a ka qenë bulgar, a me kënej. Do ta pyes zotriun, ku shkoi Skënderbeu që iku prej Turqie? A shkoi në Kruj? Kruja, a është në Shqipni, a është në Serbi, a është në Malzi, apo në Greqi, apo në Bullgari? Let logjikon pak. Pastaj, do ta pyes zotriun, kur është hap e para shkollë shqipe gjatë okupimit turk? Nëse nuk e din, unë do t'i tregoj, 1632 në rrethin e Kurbinit. 3-4 muaj ka funksionu, autoritetet turke kanë mbyll. Pas saj vjen liceu i Korçës. Sa kohë, ndoshta zotriu e din sa ka funksionu është mbyll. Kurse serbëve turqit kur nuk e kanë penguar në hapjen e shkollave. Po. A mos Skënderbeun apo fëmijë të tjerë zotriu që po i qunë Otoman, mos nonat shqiptari jo pas ka thonë fëmijët e tyre të qojnë në Turqi të shkollojnë e ata të bon vezir? Kjo është njësoj zotri si kur Sinan Hasanin apo Sejdo Bajramovicin apo Ali Shukriun, të thomi se Serbia ne pas ka pazon të gjithat të drejtat se ja shqiptarët kanë pas funksionin në Serbi. Zotri, shumë vjen keq që do të thëmë ndërsy se po mduke se po i përkisni ati lobit apo ti grupit që po ju financoj ka dikush bon vaki që edhe Serbia indirekt ju ka financu të doktorani në mënyrë që historinë shqiptare ta më kanë paguar ka urë për Italisë, zotni. Se të folësh për katolikët e Italisë të papës. Të forsh për Ismail Kaderin ashtu si ke fol. Për Gjergjfishtën ashtu si flet, vetëm mund të flet një tradhtar apo në Kosovë thëmë një ahmak që s'ka lidhe me natën e mirë, veç ju lutem mos e zgjatni me këto se mund të kesh pasoja, se mund të jetë ndonjë shqiptar kështu që do t'ju pështyn në fytyrë në rrugë ndonjë ditë. Natën e mirë. Ne se bolë pështyve të, po shikom, pak do doja që çdo gjë që është pionire
ka vështirësitë e veta, çdo akt pionirllaku ka problemet e veta dhe Olsi pak më parë shpjegoi se çfarë probleme kanë pasur ata njëherë me flamurin shqiptar ku që është tani me vunë në përdorim dhe sa kanë qenë pakica ata në një kohë dhe çfarë ka hjek derisa kanë ardhur te. Edhe neve do të na duhet një rrugë e mundimshme, një rrugë shumë e mundimshme që të ndryshojmë këtë mendësi e cila i takon një kohë që ka përfunduar. Enver Hoxha, edhe komunizmi, edhe Stalini nuk janë. Dhe shqiptarët nëse mohen me Enver Hoxhën, me Stalinin, domethënë definitivisht shkojnë drejt shurjes, si kom. Ne, shqyqy Zotit, populli tani njësin Kosovë, si në Shqipëri, është kap me perëndimin edhe bashkëbiseduesi ynë ka doktoru në Itali. Thotë që është shkolluar me parët e kaurit, me parët e italianëve. Dhe natyrisht kjo unë për herë të parë kur jam turpruar, kur isha në Budapest, në Universitetin e Evropës Qendrore, duke magjistruar atje, dhe kur flisja për periudhën për vitet 700, 1200, domethënë për ta shekujt të 7, 8, 9, 10, 11, 12, si për një periudhë të errësirës, një profesor që fut, apo sa gabim që e ke periudha më ndritur që ka pas njerëzimi, sepse kjo është periudha kur ka lulëzuar civilizimi islam. Dhe tash unë që mbaj një emër musliman, do thotë por i shkolluar në shkollat tona, në shkollat që kishim mësuar në ideologjinë e Enver Hoxhës, u dash të turprohem para një shkollari që foti, i cili e dinte më mirë historinë e periudhës së lulëzimit të kohës të kësaj periudhe që në përmenda më parë sa unë, dhe më është dashur natyrisht që të lexoj dhe të kuptoj se në çfarë skutash, në çfarë idiotësirash na kanë futur historianët tonë, shërbëtorët e Enver Hoxhës, të cilët thjesht na kanë mësuar historinë me gënjeshtër, me gjysmë të vërteta, na kanë heshtur periudhat të ndryshme të historisë, duke i vënë në spikam disa periudha më pak të rëndësishme, ose periudha të cilat ose figura të cilat nuk kanë luajtur ndonjë rol në të rëndësishëm në qenë tonë. Dhe do duhet sigurisht një kohë shumë e madhe, do duhen shumë emisione të këtilla, do duhen njerëz të rinj të cilët magjistrojnë, doktorojnë perëndim. Edhe unë e ftoj këta që duan të magjistrojnë e doktorojnë, mos shkojnë në Universitet Prishtinës, mos shkojnë në Universitet Tiranës, të shkojnë jashtë, të shkojnë perëndim. Nuk po e them shkojnë në Arabi, as në Indi, po shkojnë në perëndim. Megjithse dua të them se shumë universitete arabe, shumë universitetet të Turqisë janë shumë më perëndimore shumë më përpara se sa universitetet tona. Kur po smuhen njerëzit, kur po duhet me shku me shëruar, me bëu operacion zemrën, u po shkon në Spital Prishtinës, as Tiranës, po shkon atje po shkon në Istanbul se mjek më të mirë. Në anën tjetër ne themi jo, nuk i dojmë turqit, nuk janë ata janë barbarë, janë të mrapametur, ana jemi të zhvilluar. Kjo është shumë larg të vërtetës. Unë prandaj thash edhe një herë, po sugjeroj, po them të gjithë atyre të cilët dëshirojnë të studiojnë ose të magjistrojnë, doktorojnë histori, të zgjidhin perëndimin. Mos ta bëjnë këtë, mos vazhdojnë të ta bëjnë në shkollën e mbrapsht, të cilën u ka servir Universiteti Prishtinës dhe Universiteti Tiranës. Olsi se u futa tani pak u emocionova, futa paradë në këtë ndërhyrje të këtij shikuesit, por besoj që ti ke për të thënë diçka dhe të ke për të komentuar. Po, ndesha tani së përgjigjen
një citat nga Stefanaj Pollo, i cili ka qenë historiani apo kryetari i Institutit Historisë në kohën e Enver Hoxhës, edhe ai thoshte që qëllimi i historiografisë tonë, thoshte, është që të luftoj, thoshte, kundër historiografive pëqinje që duan të na sulmojnë kombin tonë. Koncepti i historisë shkruarjes në Ballkan, në rastin e shqiptarëve të Shqipërisë enveriste, po edhe të serbëve dhe të grekëve, ka qenë që gjithmonë, domethënë, historinë duhet ta manipulojmë në mënyrë që neve ta përdorim ato për qëllime politike për të sulmuar fqinje. Kështu në për shkollat e Serbisë shqiptarët tregoheshin si njerëz të ulët, po të njëjtën gjë ka bërë edhe historiografia në Shqipëri. Tani të dalim tek puna e rishkrimit të historisë. Me rënien e komunizmit, u pa, si që tregove edhe ti, më herët, që historia, ashtu edhe shumë gjëra të tjera, ishte si edhe mjekësia, edhe shkenca tjera, ishin ndryshe dhe ishin më të përhapura në perëndim. Nga që në perëndim njerëzit nuk i kanë këto lloj urrejtjesh ndëretnike që i kemi neve. Edhe historianët, kur shkruajnë histori, mundohen që të jenë sa më objektiv dhe ta shkruajnë atë të bazuar mbi fakte dhe jo mbi gënjeshtra. Dhe Bashkimi Evropian në vitet e fundit është duke i bërë presion të madh vendeve të Ballkanit perëndimor, se një nga arsyet pse fjala bie serbët shkuan në luftë kundër kroatëve gjatë luftave në Jugosllavi apo kundër shqiptarëve, është se në përshkollat e tyre serbët indoktrinoheshin apo si quhet ndryshe brainwashing, trushplaheshin me urrejtje kundër fqinjve. Serbët edhe sot e kësaj dite që Kosova është bërë shtet i pavarur, akoma nuk e pranojnë dot këtë realitet dhe nëpër mitet dhe prallat e tyre kishtare mësojnë që Kosova që nga djepi i serbizmit. Por probleme të këtilla kanë edhe shqiptarët. Zotëria që foli më herët, përmendi për shembull, tha nuk na kanë lënë turqit ta që të kemi shkollat tona, po kemi patur shkollë shqipe